Kirurgjia maksilofaciale është një nga degët më të rëndësishme të mjekësisë moderne, sepse lidhet drejt për drejt me shëndetin, funksionin dhe estetikën e fytyrës dhe nofullës. Ajo luan rol kyç në trajtimin e traumave, deformimeve, sëmundjeve dhe problemeve që ndikojnë jo vetëm në pamjen e jashtme, por edhe në të folur, ushqyerje dhe cilësinë e jetës së pacientëve. E sot kam kënaqësinë të kem të ftuar në podcastin Shëndetin e të parë, e cila mbështetet nga United Hospital, specialistin e kirurgjisë maksilofaciale, doktor Shkëlzen Komoni. Përshëndetje, doktor, dhe mirë se erdhe në podcastin tonë dhe tuajin. Përshëndetje, është kënaqësi që jem prezent në këtë podcast, i cili edhe ka emrin Shëndetin rend parë, të cilin unë e kuptoj që, domethënë, gjithçka në jetë është prioritet shëndeti, para punës, pareve dhe gjitha sendeve tjera. Është kënaqësi me qenë këtu. Me që ram tek emërtimi i podcastit Shëndetin e parë. Doktor, sipas jush, a janë të vetëdijshëm njerëzit për prioritetin që do ta kenë shëndetin? Apo gjithmonë kur ndodh diçka, atëherë kthehemi Zot shëndet? Po, unë mendoj që nuk janë të vetëdijshëm, shumica habiten mas karrierës, mas punës dhe këto gjërat që mojnë shëndetin i harrojnë. Kur të ndodh probleme, mandej drejtohen edhe e dinë rëndësinë se çka shëndeti. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, shëndeti është mirëqenie plot fizike, psiqike, sociale, jo vetëm mungesë ndonjë gjymtimi. Çka nuk kupton kjo? Psiqikisht me qenë në rregull, fizikisht do të thonë mos me pas ndonjë gjymtim, dhe sociale, do të thonë edhe mos me pas parë mi pagu shpenzimet mujore, edhe atë nuk je bash shëndosh. E vërtet, sidomos te ajo pjesa. Mirë, doktor, ju kur vendosët kthehemi në kohë. Kthehemi 25 vite më herët apo dhe më shumë? Më shumë. Okej, mbi 25 vite më herët. Mbi 25 vite. Kur vendosët që të studioni mjekësinë, saktësisht stomatologjinë, po. A ishte për ju prioritet shëndeti, a e menduat këtë pjesë, apo thjesht doni që t'i vinit në ndihmë qytetarëve, njerëzve, cilët ju rrethojnë dhe ata që do të kishin nevojë për ju? Apo cili ishte motivi që ju vendosët? Motivi fillimisht unë kom lujt basketbol për Prishtinën. Edhe kom qenë shumë kom pas ambicje që me shku me lujt dika jashtë. Edhe moment, sidomos nana, më ka kundërshtu, edhe regjistrova stomatologjinë në ato vite, edhe fillu me specializim, po normal që ka qenë motiv me ndihmu njerëz, se është një profesion fisnik, do me thonë, është kategorie veçante njerëzve të cilët mirën me këtë lami. Për arsye se duhesh me qenë i durueshëm, duhesh me qenë me disiplinë, me kondicion, me gjitha, do me thonë, atributet e një njeri për me marrë pjesën në shëndetësi. Aty e kom kry, do me thonë, fakultetin e stomatologjisë, ka qenë vërtet fakulteti i mjekësisë, seksioni i stomatologjisë, që ka zgjatur 6 vite, mirë po dhe lufta, ajo pak na zgjati studimet. Por ka qenë, do me thonë... Mirë, po ju nuk ndaluat? Jo, nuk kemi ndalu, do me thonë kemi vazhdu edhe në sistemin paralel, ka qenë kënaqësi edhe i vetmi argëtim me mësu. E unë e thëmë, kom edhe vajzën këtë lami tash që është të studiu, unë i kom thonë mësë mëso, po studio. Se shumë e rëndësi është gjatë studime me studiu, se me mësu mundet me mësu gjithë kosha din, po duhet me studiu. Është profesion i shejt, me një fjalë me thonë. E vërtet. Doktor, ju thatë që do doni të ishit një basketbolist diku jashtë. Po. Mirë, po sot jeni një profesionist i kirurgjisë maksilofaciale. A e keni ende dëshirën, apo a vazhdoni të merreni me sport, saktësisht me basketbol, a luani ndonjëherë, ndoshta në mënyrë vetanake? Shumë rrallë, për shkak të angazhimeve të mëdha, për arsye se prej fillimit kom mosh dasht për shkak të nevojave sociale me punu edhe në sistemin publik, po mazdite edhe në privat. Për atë duhet me gjetë kopë, mirë po është një punë e kena lënë anash. Do shta me ndërlidh ato shëndeti që thata keni ditë rëndësinë e shëndetit, e kom ditë sepse kom ushtruar në mënyrë profesioniste, do me thonë. 3 herë në ditë, do me thonë, kemi pas trening, edhe më duket që atëherë e kom kalit trupin për këtë punë.
për arsye se shumë më rëndësi gjatë rritjes edhe zhvillimit, do me thonë me formësu trupin edhe muskujt edhe kockat, gjitha për përgatitje për punë më të rënda. Pak a shumë në hyrjet podcastit I tregova se çka do të flasim sot edhe saktësisht çka është kirurgjia maksilofaciale, po në mënyrë më profesionale dhe në mënyrë më të thukt, do donim ta dëgjonim nga ju se çka është saktësisht kirurgjia maksilofaciale dhe me çka merret. Kirurgjia maksilofaciale është degë e kirurgjisë, e cila mirret me diagnostikimin edhe trajtimin e patologjive smundjeve, anomalive të lindura të fitune, infeksioneve, lëndimeve apo traumave të fytyrës edhe në përgjithësi të nofullave, si dhe me trajtimin e proceseve neoplastikeve, tumoreve benigne dhe maligne në regionin me ditë për popullat më mirë të fytyrës, të gojës, nofullave dhe qafës. Do me thonë e ka një gomë të gjerë të operacioneve e si specializim apo si specialitet I kirurgjisë ka fillu shumë vonë në krahasim me tjerat. Është pa që në luftën e parë botnore, mas lëndimeve që ka ndodhur në fytyrë, ka fillu vetëm nevoja që dikur duhet me qenë specializuar vetëm këtë lami. E si specializim sidomos në Angli dhe Francë ka fillu pas luftës dytë botnore, kurse në Republikën e Kosovës në 1983 ka startu kirurgjia maksilofaciale, që është relativisht në krahasim me tjerat është më e re. Përveç gjitha këto që trajtohet, kirurgjia maksilofaciale mirret edhe me estetikën e fytyrës. Do me thonë korrigjon gjitha rekonstruksionet e fytyrës, do me thonë është gamë e gjerë. Çka është me rëndësi me e cek se ky region ka plot nerva e në gjakut dhe si hapësirë është e ngushtë në krahasim me regionet tjera. Do me thonë çdo milimetër në kirurgjinë maksilofaciale është kujdes. Pra duhet të jesh një ortar. Shumë si ortar me për arsye se një lëndim I një nervit fytyrës për shembull pason me humbjet mimikës ose paralizën e një ane të fytyrës apo degës ati nervi që e humb funksionin. E kështu që është shumë e përgjithësi edhe shka është interesant gjitha operacionet tjera të kirurgjisë, të kirurgjia maksilofaciale edhe fundi duhet me qeni kujdesshëm. Nëse hin do me thonë një operacion 2-3 orë, ti edhe ato minutat e fundit duhesh me bë qepjen sa më profesionale, në mënyrë që shenja është e dukshme, për arsye se shenja në fytyrë është e dukshme edhe mas operacionit. Shumë e vërtetë. Flasim pak për pjesën e gojës, duke përfshirë edhe dhëmbët. Po. Kur duhet një person të shkojë tek kirurgu maksilofacial dhe jo tek dentisti? Zakonisht pacientat të cilët na udhëzojnë neve janë dentistët edhe dermatovenerologët. Shumica e pacientëve vinë të udhëzuar nga këta. Për shkak të disa patologjive që mund me ndodhë në nofulla apo infeksioneve prej dhëmbëve. Atëherë ata I drejtojnë te kirurgu maksilofacial për arsye se duhet intervenime më të mëdha dhe duhet të bëhet zgjidhja të pacientëve. Dermatovenerologu zakonisht I dërgon për arsye të ndryshimeve apo tumoreve, kancerit të lëkurës, I cili është shumë më rëndësi mu diagnostiku sa më herët sepse intervenimi është më I thjeshtë edhe shumë më shpejt rikuperohet pacienti. Do me thonë cistat, dhëmbët e impaktuar ose dhëmbët që nuk dalin, që janë pozita shumë jo të volitshme për me nxjerr, do me thonë vetëm me operacion dhe të cilat mund me pas komplikime dërgohen te kirurgu maksilofacial. A ka të bëjë kjo për dhëmbin e përhershëm? Për dhëmbin e pjekurisë që quhet ose teçi që quhet në popull për arsye se një dhëmb I cili ose gjysmë I dalur është potencial me pas burim për infeksionit. Kemi pas raste sa kom punu në Qekuk para shumë viteve që edhe kanë humb jetën para mendoni prej një dhëmbi gjysmë të ndalur për shkak se ka filluar infeksioni, është neglizhu dhe prej atij regioni mandej ka kalu në regione tjera dhe ka zbritën qafë dhe do me thonë pacienti ka... Dhe vërtet është dhëmbi pjekurisë apo teçi që themi ne në popull
të krijon shumë probleme. Shumë probleme. Mirë, po ka dhe individ që e mbajnë edhe nuk kanë asnjë problem. Kjo varet nga organizmi, varet nga funksioni i gojës. Ajo ndodh kur nofulla është e zhvilluar dhe ka hapësirë të mundshme që mjaftueshme. Zakonisht nuk ka, për shkak se ky del i fundit dhe ai i fundit domethënë gjithmonë ka më pak hapësirë. Ose ndodh raste kur janë heq këta dhëmt shumë herë të përhershëm mollar të fundit, edhe aty lirohet kjo hapësira dhe del teçi. Për shembull, që unë asnjë tetsh apo dhëm pjekuris nuk e kam hek, për arsye se si i vogël mi kanë hek gjashat, domethënë dhëmballat edhe ulshu pozita dhe për pozita për dhëmbin e pjekuris, po. Domethënë nuk është edhe shumë problematik, varet prej individëve. Po. Puna e dhëmbit teç. Po vishë kësha botë të qytetarët në rastet kur fillon një ajtje, simptomat e një infeksioni edhe pa mundësi hapjes gojës, atëherë duhet me vepru shpejt. Për arsye se sidomos të njerëzit të cilit janë me imunitet të kompromituar, siç është rasti të diabetikët, edhe persona të cilët nuk ushqehen mirë edhe mundën me pas komplikime. Shumë e qartë. Po cilat janë problemet më të zakonshme që shfaqen në fytyrë dhe tek nofulla e njerëzve, sepse nofulla është shumë problematike. Po, në fytyrë kemi dy nofulla, nofullën e sipërme dhe të poshtme. Edhe fjala maksilofaciale unë mendoj që është bo emërtim jo adekvat. Domethënë se kjo pjesa lart quhet nofull në mjekësi. Maksila është nofulla e sipërme, që mi përkthyn në shqip fullqiri ose fullqia që i thojmë popullit. Kurse vetmja kock e lëvizshme në skeletin e fytyrës është mandibula ose nofulla e poshtme. Për shkak se ka dhe artikulacionin në këtë pjesën adekvate. Kur duhet, domethënë me edhe një herë pyetën problemet e fytyrës, domethënë kur duhet që të më të zakonshme të kemi problemet me artikulacionin temporomandibular, artikulacionin e nofullës poshtme. Është vesi keq që nga njëherë apo është edhe disbalans muskular kur njerëzve fillon me u kërsit apo me pas pengesa në hapje dhe mbyllje të gojës. Kjo është shumë e shprehur, çdo i dyti apo i treti person ka të lashje të tilla. Kjo ndodh për shkak të disa arsyeve. Edhe një autor Shepardi në 77-ën e përshkruvi shumë mirë që tha është disbalans muskular, sepse nofulla e poshtme vepron në bazë të muskujve për typs. Edhe me lëvizjen e gabueshme apo me spazmin, domethënë shtrëngimin e muskujve, ndodhin lëvizje jo adekvate të nofullës. Edhe kjo manifestohet me dhimbje dhe me telashe. Por me ushtrime edhe edukim të këtyre muskujve, domethënë te kalohet kjo situatë. Ka raste kur duhet intervenimi kirurgjik të cilin nuk e kemi në qef, për arsye se është me një vend ku krejt kalon si rjetë nervi fytyrës dhe është pak delikate. Po, kjo pjesa e çukave apo pikave që i themi ne që shfaqen tek njerëzit, a është deformim apo thjesht, domethënë ma shpjegoni pak këtë pjesën e çukave? Po mënoj këtë pjesën e fytyrës këtu. Po. Dalin çukat kur qesh? Po. Ajo është ne çuka i themi në popull. Po. Ajo është shkaktar në muskulatura, e cila genetikisht të dikush, domethënë është në formë tillë, dhe kur shtrëngohet e jep atë formën e që po thoni çukave, apo të dikush ka dhe në mjekër që ndahet në dysh. Krejt është pozita anatomike dhe funksioni i muskulit. Domethënë këto tash në terapinë bashkëkohore këto eliminohen lehtë me aplikimin. Po pse të eliminohen, ato dalin shumë bukur. Janë deformime të bukura. Po, dikush e ka si kompleks edhe don me zhduk për atë. Okej. Sa zgjat rikuperimi pas një operacioni dhe çfarë sfidash mund të has pacienti gjatë këtij procesi? Rikuperimi i një pacienti pas operacionit varet çfarë lloj operacioni, çfarë lloj ndërhyrje kirurgjike është bë, edhe varet nga mosha e pacientit. Për shembull, nëse hiqet një tumor i lëkurës ose një nevos apo beng, një shan që i themi, ai mas 7 ditë hiqen pet dhe domethënë kalon pas një problem. Nëse kemi operime të nofullave, të cilët janë pak më të mëdha, atëherë rikuperimi shkon 4 deri në 6 javë, edhe mas çdo operacioni është ajo ndjenja e
parahatis edhe ajntës që ndodh në atë region ku është operu dhe kalon me kohë. Do me thonë rikuperimi është 7 ditë, ka operacione 2 deri në 4 javë, ka operacione që shkojnë edhe 4 deri në 6 javë, varësisht prej llojit ndërhyrjes. Normal që te moshat e reja, ky rikuperim shkon shumë më shpejt se te moshat më të shtyme, por çka është falenderuese në regionin tonë, se thash që ka shumë enë gjakut edhe nerva. Mirë po, kur ka shumë gjak me një pjesë edhe rikuperimi është më i mirë. Do me thonë edhe pse kem të lashe gjatë operadimit gjakderdhje më të mëdha edhe më që na pengon në punë, rikuperimi është shumë më i mirë. Kështu që është Pse ndodh kjo? për shkak të aftësive reparatore, kur ka gjak, ka rikuperim. Kur s'ka gjak, shkon shumë më kadale, do me thënë rikuperimi ose shërimi i plagës. Për shembull në fytyrë, një plag shumë më mirë shërohet edhe më pak shenjë metet se sa në këmbë, gjoks apo dika tjetër. Është falenderuese për ata. Në momentin që ju vjen një pacient me udhëzim të dentistit apo të dermatologut, siç e thatë dhe më herët. A ja bën edhe një herë anamnezën dhe ato parapërgatitjet për të hyrë në sallë të operacionit? Çka saktësisht duhet të bëj ose të parapërgatitet pacienti para se të hyrë në sallë të operacionit? Çfarë duhet bëj? Normal që anamneza është sendi më kryesor, të cilën zakonisht në vendin ton mendoj që shumë pak i kushtohet, ndoshta për shkak të listës së gjatë pacientëve, edhe për shkak të grumbullit që krijohet aty, po në një literaturë amerikane shkruan dëgjoj pacientit se ai me gojë vet ta thot diagnozën. Do me thonë duhet me dëgju me kujdes, për arsye se ti kallëzon të gjitha simptomet kur ndodh gjatë gjumit, gjatë aktivitetit apo si shkon ajo dhe mundesh me ardh deri te diagnoza. Përveç kësaj kemi edhe metodat ndihmëse diagnostike që është imazheria rentgenologjike. Tash janë kriju edhe këto teknologjia re me 3D, të cilat po mujë me sidomos në fytyrë ka shumë rëndësi për shkak se ti e krahason edhe e mat anën e majt edhe djathtë, se shumë më rëndësi në fytyrë me rujt simetrinë. Përkundër regioneve tjera të cilit edhe një asimetri e vogël mundet me qenë e padukshme, po në fytyrë duket. Do me thonë, përveç kësaj normal që bëhet ekzaminimi klinik, gjitha ato shka duhet ani vendoset në operacion. Pse? Nëse bëni përgatitje duhur, atëherë edhe ajo komo të shpërbly si në rikuperim, si në sukses të operacionit. Kur kemi qarje të fytyrës, pavarësisht nga lloji, nga rrethanat e jashtëm, aksident apo diçka tjetër apo incident, dhe pacienti e ka shenjën pas operacionit. Ka raste kur menjëherë ose kjo puna estetikës, sa kërkohet që bëhet me një rikuperimi i asaj plage dhe mos të mbetet shenja? Sa kërkohet në vendin tonë? Koha e shërimit një plagës, do me thonë definitive, se mas 7 ditë e hiqen pejt edhe met në aty një cikatrikë se një shenjë që në fillim është e skuqën edhe si vi, po është 6 muaj. Qofse intervenohet para 6 muajve është gabim. Për shkak se bëhet maturimi i shenjës, do me thonë është definitivja shka ka me mbet. Mas 6 muajve mundet më ndodh me një rekonstruksion apo një premja asaj heqje e cikatriksit edhe qepje më adekvate. Por ka raste kur në emergjencë vinë qarje ose lëndime që i thojnë na plagë lacerokontuzive, tek të cilët ka gjakderdhje të mëdha dhe kirurgu nuk ka kohë edhe mundësi që bën qepjen adekvate, por aty është në pyetje me shpëtu pacientin. Edhe mundet me ngel një cikatriks i cili nuk është i mirë për dukje, e ai mund të rekonstruohet apo të largohet mas 6 muajve. Edhe shenjat që mbesin pas 20 vitesh, ndoshta je fëmijë, ke bërë një aksident të vogël, dhe më thëmë bazuar në rrethanat, të shqepur, jo në mënyrën e duhur, si që tha dhe ju për të shpëtuar jetë, për të shpëtuar pacientin, i është shqepur, i ka mbetur shenjë, dhe pas 20 vitesh dëshiron që ta hesh këtë kompleks, në thojnë zaj, që i kanë mbetur në fytyrë, sepse mund të
shkoj edhe në një kompleks të njeriut, ajo shenja, ajo varë që i ka mbetur ndër vite, a mund të rikuperohet kjo? Po, mund të rikuperohet. Do me thonë, vetëm para 6 muajve preferohet nuk bën që të ndërhyet. Nëse nuk ka problem në funksion. Se për shembull, nëse është një plag për rreth syrit dhe kapaku i syrit ka meti quhet ektropion, atëherë që është rrezik që më u thas syri, atëherë duhet të intervenohet. Po sa i përket dukjes edhe plastikës, do me thonë për estetik, ajo duhet më u prit 6 muaj. Këtë rregull se keni mi shpikna, po do me thonë me kot, do me thonë shkruan në literaturë për shkak se zakonisht na bazohemi në literaturat sidomos amerikane, se kanë numër të madh pacientëve, nëse na i kemi 100, ata i kanë 1 milion. Dhe ata e dinë, do me thonë, i kanë rezultatet për ata. Çka ndodh doktor nëse ne e neglizhojmë një problem të nofullës apo dhe të dhëmbëve të futur, siç thatë dhe ju mund të jenë dhe vdekjeprurse. Vdekjeprurse, po të nofullës nëse e neglizhojmë e lëmë për një kohë të gjatë, a mund të na jep probleme afatgjate dhe të parikuperueshme? Po, mund të na dhënë probleme, mund të ndodhë ndryshime në nyjen apo artikulacionin që thash temporomandibular të kësaj nyje, edhe me pas problem në hapje të mbyllje të gojës. Do me thënë, sa ma përpara që vizitohet kirurgu maksulofacial, se i vetëmi është i thirrur, do me thënë, për trajtimin e kësaj nyje. Me këshilla edhe me edukim, me disa ushtrime, me qujtë fizike, do me thonë zgjidhet kjo rast. Në rastet që nuk zgjidhen, atëherë vjen në pyetje edhe kirurgjia, apo injektimi disa substancave, apo endoskopia, të cilën këtu nuk e kemi bo, se jashtë, do me thonë, kryhet, zgjidhet problemi. Pikërisht ky problemi nofullës, a mund të na paraqet problem gjatë gjumit ose në frymarrje? Po, në rastet kur zhvillimi i nofullës poshtme është kangec, aty është e fiksuar gjuha, normal kur të shtrimi në pozitë gjumit, gjuha shkon, do me thënë, rrugët e frymarrjes edhe manifestohet me gërham ose gërhitje që i thuhet, që gërhitja është një zhurmë apo zë që bëhet për shkak të vibrimit, kur zëri, do me thonë, frymarrja has në indet të cilët normalisht nuk duhen me qenë aty. Rrugët e frymarrjes duhen me qenë më lirshëm. Po ashtu edhe në nofullën e poshtme, nëse kemi një qelz e cila është e ngushtë edhe e lartë, edhe aty mund të shfaqen këto probleme. Është një patologji e njohur si obstructive sleep apnea. Kjo manifestohet me epizoda ku pacienti ngritet prej gjumit dhe nuk e din çka u bë, po ai ka mbetë pa frymarrje për disa sekonda. Me këtë lami mirët më shumë ti specialistët e ORL-s, ku duhen të bën disa teste të gjumit apo që quhet polisomnografia, ku regjistrohet sa herë ndodh, për shkak se kanjëherë mundet me qenë edhe kjo fatale te disa persona. Mandej si shkak tjetër mundet me qenë edhe obeziteti apo pesha madhe dhe depozitimi indeve dhjamore për rreth qafës, gjithçka shka komprimiton këto rrugët e frymarrjes të lirshme, ato mund me sjell te këto probleme. Po normal, edhe nofulla, do me thonë, ka raste kur duhet me e bo dhe këtë intervenimin në nofull për me e çu përpara nofullën e poshtme apo si përmend përpara që mu liriu rrugët e frymarrjes. Zakonisht këto probleme që ju sapo i thatë, nëse ndodhen tek individët e saktuar, sidomos kjo pjesa e qelzës, nëse është shumë e lartë apo shumë e ngushtë, e determinon dentisti këtë pjesë të problematikës së pacienti, apo në momentin që pacienti ka probleme drejtohet tek specialisti dhe pastaj aty haset diagnoza apo haset ku është problematika. A ndodh që dentisti mund ta rekomandoj apo ta orientoj këtë problematik te pacienti? Kjo ndodh për shkak të mungesës së vizitave sistematike, se qysh si fëmijë muje me përcjell rritjen dhe zhvillimin. Për shembull, nëse vren dentisti që ka ngecje apo në rrafshin transversal edhe në rrafshin sagittal të nofullës, ai duhet me orientu te ortodonti. Dhe me aparat ortodontike kjo eliminohet. Kur është e preferueshme kjo të bëhet, kjo bëhet zakonisht me daljen e dhëmbëve të përhershëm, edhe me nga specialisti i ortodoncisë,
ai mundet me fillu me anën e aparateve do me thonë me zgjedh këto anomali, që janë shumë me rëndësi për shkak se pastaj nuk ka nevojë as për intervenime kirurgjike, nëse shfrytëzohet rritja dhe zhvillimi. Jemi njerëz që gabojmë. Po. Po cilat janë problemet më të shpeshta që njerëzit i bëjnë ose nuk i kushtojnë kujdes të madh gojës edhe fytyrës? E kom lexu në literaturë para 3-4 muajve në disa kriteriume për me jetu 100 vjet duhesh me pas edhe dhëmë të shëndetshëm. Pse? Po e lidhe tash edhe me lami tjera. Në qoftë se kemi mishrat e dhëmbëve të smura që gjakderin dhe ka infeksione, ato mujnë me depërtu në qarkullim të gjakut edhe me shku me botë lashe tjera. Për shembull, në një studim që e pashtë, që më ka çudit, kanë marrë strishë e kanë identifiku bakterin e caktume, edhe qatë bakterie në arteriet koronare. Do me thonë, paramendo, nuk ki faktor të rrezikut edhe për shkak të dhëmbëve të smur, pacienti ka përjetu këtë infarktin e miokardit, do me thonë sulm në zemër. Ka që është e rëndësishme për shkak se çdo lëndim ose çdo largim nga anatomia normale, si e dhëmbit, si e mishit dhëmbëve, si gojës, është portë hyrëse për infekcion dhe për probleme. Për ato duhet me pas kujdes në higjienën e dhëmbëve, e cila nuk është diçka që merr kohë, do me thonë 3 deri 5 minuta, e zakonisht një mesatare që kam bën një hulumtim ton, do me thonë i pastrojnë dhëmbët 20 deri 30 sekonda. Do me thonë vish u kallzojnë atë pastën e dhëmbëve pak dhëmbëve edhe u kry. Do me thonë duhet teknik, këtë duhet më orientu mas shumë te stomatologu, e më i thirrur për këtë është do me thonë ky specialisti i smundjeve të gojës edhe dhëmbëve. Këta do me thonë i mësojmë teknikën, se ju thëm shpesher pacientëve, nuk po thëm që nuk i ki la dhëmbët, po teknikën nuk i ki duhun. Për shembull, përdorimi i fërçës, do me thonë apo fort, ai mundet me bo ma dëm se sa do me thonë me larja që është normale. Po. Tjetra, kur gabojmë, për shembull në regionin e fytyrës, kemi pacienta, dhe unë kom thonë shumë herë, kom pas fatin me specializu në Kosovë, për shkak se kemi smundje të shtyme. Nuk besoj që në botë ndoshta ka që e lojnë në fazat shtyme terminale smundjen. Do me thonë, kur fillon një tumor i lëkurës, ai fillon me njëherë me paraqitje milimetrike. Neglizhohet, pyeten familjarët, jo mëse prek, jo, do me thënë nuk shkon të profesionisti, vjen në raste kur për shembull kom pas rast kur komplet hunda ka qenë tumor. Paramendoni tash qysh ka mujt me ushqy deri në atë fazë. Mirë po është fatmirësisht, është bo zgjidhja, ka qillu një lloj të një e moshume, ka qillu tumori cili nuk e ka natyrën shumë malin, nuk e ka natyrën agresive, dhe rekonstruimi u bë si duhet, e u duhet me amputu komplet hundën. Do me thonë, prej 1 milimetre e ka pru rastin, me siguri aty ka qenë para daljes ati tumori masiv dikon 3-4 vjetë. Do me thonë, çfarë ndodhi pastaj? Edhe pacienti është mirë, edhe vazhdon jetën. Do me thonë, është amputu komplet hunda dhe është rekonstruktu një hundë e re. Po, një hundë e re. Ajo është bë me një teknik ku mirët prej ballit, lëkura, bëhen matje, edhe transpozicionohet, do me thonë poshtë, lihet 2-3 javë, për shkak se ajo lambo, apo ajo pjesë e lëkurët ushqehet nga një arterie supratrochleare, edhe mas 2-3 javë shkputet edhe bëhet qepja dhe vazhdon, do me thonë jetën. Edhe nuk ka asnjë problem me frymarrje. Nuk ka as me frymarrje, nuk ka problem, për arsye se me rëndësi është që nuk ka recidiv apo rikthim të smundjes, se te tumorit malinje, sa ma e madhe është madhësia e tumorit, aq ma shumë ka shansa rikthimit, edhe pse e largojmë tërsi. Shumë interesant. Edhe e kisha bën një apel të qytetarët, edhe një ndryshim në lëkurë, i cili zgjat ma shumë se 2 javë, 2 deri 3 javë, duhet orientohet te profesionisti, edhe duhet të fillohet me trajtim,
sa ma herët, aq plaga ma vogël për 7 ditë, do më thënë rikuperimi edhe harrohet ajo punë. Sa ma madhe, do më thënë duhet teknika të mëdha, edhe rikuperimi shkon ma, edhe estetika është pak ma e limitume për me arritë në fytyrë. Kur jemi tek estetika dhe tek asimetria e fytyrës, si mund bëhet korrigjimi i fytyrës, i qeskave dhe ajo që ka të bëjë me pjesën e fytyrës? Me pjesën e fytyrës. Kjo fytyra vepron e ka dhe muskulaturën e vetë që quajnë muskujt e mimikës, edhe i ka muskujt e im të cilët si në formë të orkestrës ato veprojnë. Edhe merr pjesë në komunikim jo verbal. Do me thonë verbal është kur bisedon, shkruan, komunikimi verbal. Jo verbali është kur do me thonë e shpreh gëzimin, hidhrimin me mimika të fytyrës. Asimetria fytyrës duhet me hulumtu edhe me konstatu a vjen prej indit kockor, prej nofullave, apo skeletit fytyrës, që është i përbëm, a është prej muskulaturës, apo prej indeve tjera. Varsisht prej cilës është edhe rekonstruimi mund të bëhet. Nëse është prej nofullave, për shembull, atëherë bëhet korrigjimi me intervenime kirurgjike, ku sipas autorëve të ndryshëm, do me thonë nofulla e poshtme nëse është shumë e zhvillune, ajo kthehet prapa, ose kjo sipërmja shtyhet prapa për me arritë këtë simetrinë. Tjetër, për shembull, ka raste të disa sindromeve të lindura, të cilat edhe këto manifestohen me atrofi ose pa zhvillim të njërëson të fytyrës, edhe ato shkohet me, do me thonë, trajtohen me anën e intervenimi kirurgjike në kockat e fytyrës, apo me futjen e grafteve, për shembull me lipofilling, kohët e fundit shumë përdoret, ku mirët indje dhjamor prej barkut edhe futet në fytyrë në mënyrë që ta rekonstruojmë atë pjesën. Gjatë rekonstruimit duhet me pas kujdes që me bo overfilling, do me thonë me mbush ma tepër për arsye se ai grafti mandej zvoglohet. Thuhet dikun literaturë 70%, po dikun edhe deri në 50% mandej zvoglohet. Për ato duhet me pas një farë ndjerësie sa me bo qysh me bo për me. Kjo ndërhyrje është e përhershme, qëndron, apo duhet ko pas kohe që ta bëjmë ndërhyrjen e një që Kjo ndërhyrje ka nevojë të defektet e mëdha ose asimetritë e mëdha të bëhet në disa herë, si me thonë mas 6 mujve ose pas një viti, mirë po në literaturë shkruan që kjo mbushja me këtë lipofilling, do me thonë me indjen dhjamor të përpunum, është e përjetshme. Ashtu shkruan literaturë, dhe na kena fillu që disa vite, po edhe na po shohim rezultatet mira. Ka kërkesa? Ka kërkesa. Kur mirët indje dhjamor prej barkut, janë setet e posaçme ku mirët, edhe kjo bëhet edhe në anestezion lokal, jo në përgjithshëm, do me thonë në anestezion lokal. Është një set i cili ta mundson që me e përgadit 3 produkte, makrofet, mikrofet dhe nanofet. Makrofeti është kur duhet diçka volum me shtu, volum të madh. Mikrofeti është për disa rrudha të cilat janë pak ma jo të thella, që për atë syve që nuk janë thella, edhe nanofeti përdoret për regenerimin dhe freskimin e fytyrës. E këto ta mundson me disa, janë disa, si me thonë, barjera të cilat me mikrona e përgatisin këtë graftin për aplikim. Është e vështirë kjo pjesa rreth syve që të intervenohet dhe të Nuk është e vështirë, nuk është fare e vështirë, do me thonë bëhet në anestezion lokal, varsisht ta ka nevojë ka pak të sipërm apo të poshtëm, që e procedura e njihet si blefaroplastika apo plastika ka pak vetë sipërm dhe të poshtëm, me anë këtyne korrigjohet ose largohet pjesa tepër të lëkurës, se me vite vjen deri te sidomos mas 40, 45, 50, vish janë dukshme këto lëkura tepërt në sidomos ka pak sipërm. Po sepse varet kjo pjesa këtu të qeskës. Ajo që varet, që po thuni në kapak të poshtëm, ajo është dolja e indit dhjamor në sipërfaqe. Sikurse që thojmë hernia në bark që del një pjesë zorës, edhe këtu del. Intervenimi konsiston në ato që do me thonë përveç largimit pjesës tepër të lëkurës, duhet të bëhet edhe largimi i indit dhjamor.
Po, rekomandohet nga ju që të bëjmë ushtrime të fytyrës, në mënyrë që mos i kemi këto rrudhat, apo gjithmonë duhet të intervenojmë me kremra apo dhe me ndërhyrje? Njerëzit të cilët është vërtetuar gjatë komunikimit jo verbal që mimikën e kanë zhvilluar, ata kanë më shumë rrudha. E për ato po them që këto ushtrime, do me thonë, sa ma pak mundosh me përdor, aq ma mirë është. Po është një problem tjetër pse shfaqen rrudhat. Normal, me plakjen të lëkurës hup elasticiteti, por mas 25 vjetëve do me thonë kemi humbje të kolagjenit, që është aktuale tash kolagjen, po shumë është interesante kërkush se përmen elastinën, edhe ajo është një protein, e ajo prodhohet deri 25 vjetë. Për këtë arsye të moshat e leja kemi... Dhe pastaj e humb efektin, nuk prodhohet. Po, nuk prodhohet, shumë pak prodhohet, duhet ta marrim nga jashtë. Nuk mundesh me marrë nga jashtë, po veç duhet me një lifestyle ose me një mënyrë jetese me Si mund t'i ta e mënyra jetesës? Mënyra jetesës është ushqimi i shëndetshëm, sporti, mos pirja duhanit, alkoolit, pastaj gjumi ka shumë rëndësi. Për shkak se kur jemi në gjumë bëhet regenerimi më i madh i fytyrës, lëkurës fytyrës, kemi prodhim edhe të hormonit të rritjes. Gjitha këto do me thonë ndikojnë që fytyra të regenerohet. Për shembull, unë vetë kom punu shumë gjatë kujdestari, kom pas do me thonë shumë kujdestari, edhe në pasqyre vetën mas kujdestarisë shisha që është fytyra lodhër. Me 3-4 ditë do me thonë u regeneroke edhe vetë fytyra. Normal, edhe me konsultën me dermatologun është mirë me përdorë dhe krema, sidomos këto kremrat janë tash ka studime që tregojnë me retinol dhe me vitamin C, të cilat ndihmojnë, por procesi është kadal. Do me thonë jo si me kirurgji, po ndihmojnë kadal dalje. Po të rastet kur ka rrudha të thella, do me thonë kjo nuk mundet me krema dhe duhet të bëhet zëvendësimi i indeve përfundi, do me thonë, që të mbahet si shtyll për me mbajt lëkurën në estetik si duhet. Aty ku ju operoni aktualisht në United Hospital, doktor, çka ofroni si specialist i kirurgjisë maksilofaciale, cilat janë ato ofertat që më shumë ka kërkesa dhe ju i rekomandoni dhe i ofroni aktualisht? Sa i përket estetikës po flasim, mas shumë ti kërkesa ka për kapak të sipërm, kapak të poshtëm, mandej veshët, dikush që i ka të protuduar, që në popull që i quajmë vesh lapos, apo edhe kjo bëhet, të gjitha këto mund të bëhen në anestezion lokal, që e ul edhe koston, por edhe shërimi është ma i shpejt. Përveç kësaj ka ngritje të vetullave, heqja rrudhave të ballit, do me thonë është një gamë e gjerë, ngritja buzëve, gjitha këto do me thënë mund të bëhen në United Hospital. Aplikimi i fillerve, apo që kjo që po thëmë lipofilling, gjitha këto mund të bëhen, por me konsult para prake edhe është mirë, sidomos nga kolegët jashtë që janë, që kemi pas raste mu taku në për simpoziume, kongresa apo konferenca, ata 3-4 konsulta i bojnë për me ardhë deri te intervenimi. Pse? Janë edhe disa sindrome ku pacienti nuk është i kënaqur me, edhe është ma tepër problem psiqik, se sa ajo shka është konkretisht. Për këtë duhet mu eliminu, do me thonë edhe kjo në qësë është problem psiqik me vazhdu me terapi, në mandej me këshyrë me bo trajtimin. Pas ndërhyrjes kirurgjikale në fytyrë, dhe e dim që jemi do më thanë në atë pjesën e mpirjes lokale, a dhëmb, doktor? Jo, mrapa nuk dhëmb, edhe e dyta kjo mbulohet me përdorimin e analgetikve. Sepse mirë e thatë, puna e psiqikës, ka shumë njerëz që friksohen të bëjnë ndërhyrje vetëm për shkak pas ndërhyrjes, sepse ka fjalë që dhëmb, mirë po ka edhe nga ato fjalë që ishte shumë e lehtë, edhe një e kisha bërë. Po,
Kjo është menaxhimi I dhimbjes është shkencën veti, do me thonë në qëfëse e bën anestezion lokal, edhe pacientit I thuhet që me marrë mas 3-4 orë, do me thonë analgetiku, nëse vonohet vetë pacienti, atëherë kemi një fazë kur fillojnë këto dhimbjet. Për arsye është mjeshtri me përcjell largimin e anestezionit edhe veprimin e analgetikut. Mas veprimit të anestezionit indi ku është punu I jep sinjal trunit që diçka është dëmtu këtu, është prej, është humbi integriteti, po, edhe që ato sekundat e para do me thëmë fillon dhimbja, mirë po në qëfëse din me bo këtë dozimin edhe kohën e analgetikut, atër pacienti kalon pas një problem. Udhëzimeve tuaja automatikisht që mos kemi, mos të shkem deri tek përjetimi I dhimbjes. Po ashtu edhe tek përdorimi I antibiotikëve. Për shembull, shumë rëndësi ka përdorimi I antibiotikëve 2 orë para intervenimit se sa një javë mas asaj. Për shkak pse? Në qëfëse jo për shkak të instrumenteve ose diçka se është kontrol strikt, do me thënë nuk mundet me, ajo është absolute, sidomos në United Hospital, në qëfëse ekziston një bakteri oportuniste në lëkurë, edhe pse dezinfektojnë, hynë në sistem, antibiotiku veç është prezent në gjak, edhe aftësi të mbrojtëse do me thonë eliminojnë me njerë, në qëfëse kjo mirët pas jipet një boshllëk, do me thonë infeksioni mundet me fillu me vepru. Për ato këto janë që përmendet ju parës kjo përgatitja preoperative, intraoperative dhe postoperative është shumë e rëndësishme për pacienti me qenë I kënaqur edhe me kalu si duhet. Kur jemi tek kërkesa, tek mosha, nëse një vajzë apo djalë në moshën 18 vjeç dëshiron të bëjë ndërhyrje kirurgjikale estetike në konturat e fytyrës apo në hund apo në vesh, a lejohet? Lejohet për shembull për shkak të veshëve, se varësisht kur kryhet rritja dhe zhvillimi. Te veshët lejohet, te hunda, do me thënë rinoplastika është dikun 17-18, por në qëfëse bëhet nër 18, do me thënë nevojitet edhe nënshkrimi edhe pranimi I prindve, kujdestarit, po. Do me thënë ka mundësi me u bo këto intervenime estetike. Për shembull kemi pas rast me 7 vjet me punu një fëmijë, edhe disa, jo vetëm ai, për korrigjim të laprave të veshit. Për shkak se ka qenë objekt I bullizimit në klasë edhe ai fëmijë fatkeqësisht, edhe ai fëmijë e ka humbur vetbesimin. Mas I kena bo intervenimin, do me thonë, kur e kena taku rastisht mas 2-3 vjetë ka qenë krejt tjetër person. Do me thonë, ka qenë falenderus edhe ja ka vlejtë. Kërkesat më shumë I keni tek gratë apo tek burrat për ndërhyrje, apo tani nuk ka dallim? Vjen secili. Për para kemi pas ma tepër te gratë, por tash nuk ka trendi që të shkuar 50-50, po edhe burrat, edhe burrat pi japin kësi rëndësik estetikës. Mirë, kjo është një lajm I mirë sa I përket vedisimit që të ndjemi komod, të ndjemi mirë me veten, dhe kur kemi mundësi pse jo? Ta bëjmë një ndërhyrje. Po, për shkak se thashun e fytyra është organi komunikimit, edhe në qëfëse nuk ndjehesh mirë me një formë të fytyrës edhe me të hundës, të veshëve, të kapakve, atëherë kini tërheqje sociale edhe ata njerëz do me thënë ikin pak ka shoqënia. Kjo është falenderuese, do me thonë se ti e kthen vetbesimin të ata dhe vazhdon një jetë normal. Po ju doktor, keni pas apo keni bërë ndonjë ndërhyrje apo mendoni të bëni ndonjë ndërhyrje tek vetja juaj? Unë fatmirësisht e kam mendoj që e kam gjenetike për shkak se si vjet I bëj 52 vjet. Që nuk duken, Që nuk duken, po gjenetika të unë e ka vepru që ashtu e kom pas edhe babën edhe gjyshit edhe vllau është, do me thëmë vllau në kër e këqyre ka si një baby face. Kjo kallëzon që edhe gjenetika ka rol të shumë të rëndësishëm. Ka raste kur kom operu disa paciente të cilet jetojnë jashtë, të cilet kam pas asi lloj gjenetikisht elasticitetit lëkurës që mu ishe do me thonë lëkurën me disa centimetra me tërheq. Do me thonë të ato
ka ndodhur rast që kom hek lëkur dhe i kom mobilizu indet përfundi deri në 4 cm për me arrit rezultatin që duhet. A lejohet të bëhet kombinimi i ndërhyrjeve në kirurgji dhe që ta kemi domethënë një fytyrë më natyrale, të bëjmë disa në të njëjtën kohë? Mundet, por unë që ka mendoj si profesionist, edhe me një përvojë që nuk është modeste, 24-25 vjet, shumë më rëndësi me rujt individualitetin dhe naturalitetin e fytyrës. E kom thonë edhe një herë, suksesin arrin kur e shohin një person, i thojnë po dukur diçka mirë, po s'po di çka është bo. Jo ndryshime drastike. Shumë më mirë ka njerë është me bo 2-3 herë, edhe të arrihet të rezultate se so ndryshime drastike, për shkak se e hup individualitetin. Për shembull, unë pishof edhe që nuk po pajtona jo veç te ne, po dhe në botë me aplikimin e fillerëve. Do me thonë, fytyra e femrës duhet me urujt individualiteti dhe duhet me qenë, është ma gentile. Duhet të jetë ajo ose ai. Te nash, përmdojnë përgjithsin, botë është ka aplikohet volum. Edhe çka po ndodh? Do me thonë, ki një ftyrë të femnës e cila është si ajun, si me të hongër bleta dhe që shfaqet reakcioni alergjik, për cilin nuk po pajtona. Edhe te buzët, për shembull, aplikimi i fillerëve, mund është me shku në disa seanca për me arrit rezultatin, edhe me e jo momentin e parë, me apliku sasi e madhe fillerit edhe marrë deri te deformimi, për shembull, se me apliku fillerin në mënyrë jo adekvate, mund është me bo edhe dëmtime, gabim edhe do me thonë asimetri jo të mirë, po fatit që ekziston edhe si me thonë antihelmi ose substanca me cilën shkrihet, për dhe ajo duhet mu prit për mu shkri do me thonë filleri edhe të cilat e kanë kohën e veprimit tyre dhe fillojnë pastaj me A keni pas raste kur kanë ardhë me një fotografi njerëzit dhe ju kanë kërkuar këtë hund, këtë buzë apo këtë pjesë të fytyrës, dua ta kem si kjo ose si kë? Fatmirësisht nuk kom pas, kolegët e mi disa kanë pas, po sepse kërkohet sidomos trendi botror është Hyundai Kate Middleton, është princeshës. Po. E kërkojnë ato. Por për me u bo një hund duhet me pas edhe bazën parafërsisht njëjtë. Për arsye se në qofse si me thonë një ndërtesë e madhe mundet mu ngrit me një territor ose hapësirë më të madhe. Nuk mundet një person i cili nuk ka predispozita për një person tjetër, si në simetri, si në dimenzione më u arrit. Ajo mundet më u arrit, parafërsisht. Por nuk i shkon. Por nuk i shkon. Do me thënë, për ato po thëmë, naturaliteti dhe individualiteti o shumë më rëndësi në kirurgjin estetike. Për shembull, e kom pa disa fotografit asaj Gigi Hadid. Po? Ajo ka bo hundën, por me disa intervenime. Do me thonë, modeles, po. Edhe nuk kanë mujt me vrej, do me thonë vetëm me pa një fotografi kur ka qenë shumë si vogël edhe tash e vrenë ndryshimin, për e mbo ndryshime. Për arsye se atje dojnë me erujt edhe, jo intimitetin, po dojnë me erujt, do me thonë, formën e vetë, po gradualisht me ndryshu. Edhe kjo është, kjo është e mira. Mos të ndryshoj personaliteti fizik i personit, mirë po gradualisht të bëhet në mënyrë sa më natyrale që të jetë po ai ose ajo individ, domethënë që por e shet që do këtë diçka bukur, domethënë jam po vetja, po vetja, po. Kjo është. Doktor, doja që tani të ndalit me ne një rast që ose të bukur ose shumë sfidues, të cilën ju nuk e harroni dhe e kujtoni edhe kur jeni me, ndoshta me shoqërinë, me familjen tuaj, si një rast unik profesional në jetën tuaj. Kom disa raste, nuk po di cilën me zgjedh. Cila po vjen e para ndërmend tani? E para po vjen të një vajzë 6-7 vjeçare më zgabofsha, në atë kohë une kom kujdestaru si vullnetar, se nuk isha në proces të punës në ÇKK pas specializimit, edhe ajo paciente, ajo vogla ishte operuar në Zagreb.
e ka pas një patologji një endë gjakut në nofull, edhe ajo shkakton gjakderdhje të mëdha që janë vdekjepruse. Edhe une kur e mora ndrimin shkova dikun pas orës 2, kur shkojnë kolegët dhe ti med vetëm. Nona e pacientës ose fëmijut më tregoj që ka pas gjakderdhje disa herë nga goja. Edhe une shkoj e shof atë jastukën ku ka najt, për një me ke pjesë e madhe njollës gjakut, po dyqysh nuk besova të ajo, e kishim pru me e për cilë, as nuk isha informur çka kam punu në Zagreb, as nuk pat fletëlshim, sepse unë e shkova isha si, qysh me thonë si, jo turist, po isha si mësafir aty, se nuk isha 24 orë, vetëm kujdestariti mosha. Edhe ka ora 1 e natës, për një moment po më thirë nona e fëmijut edhe filloj gjakderdhje e madhe. Mendzi e kom tërhek prej dhomës spitalit në kirurgjinë maksilofaciale dhe e kom pru deri te lidhtorja, ku I kemi 2 karika si ato stomatologjike që janë, edhe kom fillu me aspirator, se dilke gjak do me thonë sasi e madhe prej gojës, me aspirator nuk ndalke, do me thonë edhe pishon në aspirator sasi e madhe gjakut. Fillova me gaza edhe ndërkohë ishit vetëm isha me një motër në ndrim. Për një moment më e lidhi shumë shpesh me atë filmin e Mel Gibsonit, kur I shkon spata dhe ai tërheket, tu e ndreq reflektorin, për një moment e tufa rrezeve, bash e pash burimin ku është. Edhe me gisht, do me thonë, e kom shpëtu e kom nal gjakderdhjen, se ishe mundshme me gisht me nal, ishte në alveolin e dhomit, ose në gotën ku është dhomi, a I dhomi qumshit ishtë largu dhe aty filloj gjakderdhja. Nona pacientës më thëj ke le këtë vajzën fëmijën se shkoj kjo, se ishtë sasi I madhe gjakut, edhe për mos me ndodh kur hup sasi të madhe gjakut është rrezik, sidomos të fëmijët që me mbet kjo truri pa gjak, edhe fillojnë ndryshime të cilët humbve dijen edhe ajo vish filloj. Edhe do me thonë kështu I krusëm poshtë 2 orë deri sa janë liru anesteziolog, se ishte mas luftës, anesteziolog des janë liru, do me thonë edhe kom thirë një koleg, për jo të mos e hek, do me thonë, ofër 1 orë e kom majtë me dorë, do me thonë, presion digital I thojnë, jo digital, po digital, se habita, se kjo digitalizim nga ka habit, edhe e kom thirë një kolegi cili u ardhë në 5 mëngjes, edhe më kanë ndihmu, edhe erdhe më në përfundim që me antë një fashe edhe me lidh gojnë me tela dhe ja rritë me ndalë. Edhe çka ndodhi, baba I pacientës tha që nuk kom dëshirë ju me operu, do me thonë, unë s'isha mund gjendi me operu, sa dit isha I raskapitën, do me thonë klinika maksilofaciales, po kom dëshirë që profesori I Zagrebit ma operu. Edhe profesori I tena që ishtë në klinikë, thiri e ftoj ato dhe ai erdhë po atë dit me aeroplan, me instrumentare dhe erdhen edhe ja largu në nofullën asaj vajzës, për me shpëtu ku me defekt bukur I madh, edhe kom dëgju që mandej ka shku në Austrinë një qendër të radiologjisë intervente për me mbyllat në gjakut, sa ajo progredoj kjo dhe pse u hek këtu, do me thonë kish shku edhe manal, që është të ajo patologji specifike, edhe tu e bo ata embolizimin, një qendër shumë të njoftë në Austri, ka embolizusi, ose substancë embolizus është substancë cila rrudh në gjakut, si për këto venat që aplikohet për venat e vogla mishduk. Edhe çka ndodh, ju ik embolizusi si komplikem edhe ajo që I ka verbohet, e kom taku mas një kohë, do me thonë është okej, se ka bo dhe dë trajtime jashtë, po ka qenë do me thonë sfide madhe, edhe më kujtohet gjithmonë. Kom edhe disa tjera, kom bukur shumë tjera, po kjo për shkak se ka qenë vajzë e re edhe rast I ndishëm, edhe më ka prek, do me thonë, fjallët e nonës që thëj ke le se kjo që I ka shkoj, po le dhe me kë në të shkon që shduhet. Po ja kom arrit me edhon qatë ndimën e por, po jo trajtimin e kret. Ka qenë edhe më ka vizitua ajo vajza, do me thonë, është mirë punan edhe
Në rregull është. Fatmirësisht që keni qenë ju aty. Po. Dhe edhe veprova shpejt. E keni arritur, domethënë qëllimin që mos ta humni një jetë. Ta shpejtoni një jetë. Kom pas fatin se kjo lamia jonë është shumë e ndërlikune edhe normal në kirurgji duhet me vepru me arsye jo me emocione, shumë me rëndësi, nëse vepron me emocione gabon. Ka ndodhur rast kur kom qenë kujdestar dhe gruaja më ka pru vajzën me lëndim të madh, gati amputim të buzës, edhe e kom qep vet. Edhe sot nuk dallohet, do me thonë, jam shumë gëzushëm, pse po thom, si të veprohet me emocione, do me thonë, gabon. Ju e keni parë vajzën si paciente? Si paciente, se isha 24 orë edhe nuk kishte tërkush, do me thonë, unë dusha me e bo. Edhe kom kryu dhe ato, edhe mendoj që se literatur... Ashtë e vështirë të ndërhyni tek familjare? Vështirë është post-operativ. Post-operativ kur kryet puna, se na kemi problemin, masit kryhën punët, na kemi atë fazën kur kretë qeshën se u arrit suksesi, e na shkojim. Si e menagjone? Po e menagjoj shumë mirë dhe për ato mendoj që jam në gjendje të mirë për shkak se falenderona që kom shëndetin, gjendjen psikofizike të mirë edhe me pas një rahati edhe gjithçka shkon. Kush është psikologu i një mjeku në jetë? Psikologu më i mirë i një mjeku në jetë është truri i tij. Do me thonë ndër dije dush me miell lula jo thera, për arsye se nëse mbledh thera ato ton kohën kanë me të sulmu edhe me të shtime gabu, do me thonë. Dush me pas vetbesim, duhesh me arsye me vepru, në momenti për shembull vajza kuruar dhe kom qitat pjesën e gjelbërt, edhe mos ka qenë e vajza me ka qenë armiku, kush ka qenë armiku ka qenë plaga dhe defekti edhe me ato kom luftu. Kur u hek ajo, do me thonë, vazhdon ajo puna emocionale edhe shpesh herën kujdestari ju tregoj edhe familjarëve edhe shokëve, mu kujtojshin shokët e shkollës mesme, se i kom përmi 1200 kujdestari që kom kujdestaru 24 orë, që i bjen 3 vjetë. Mu kujtojshin, mës t'i përmendi me emna, një shok profesori gjuhës shqipe. Tjetri është master dhe është shumë i zoti në ekonomi. Tjetri punon në postë edhe këne, edhe thësha në thojza shkelzem budalla, me prit 24 orë kush përlendohet me adhon dimën e parë, edhe me këto menoj që jena personat veçant për me bo këtë profesion. Jeni herojnë tanë. Po, për shkak se ki raste edhe kur mlefosën, shojnë, po edhe doktorave të riju këmë thonë, na duhu mu paraqit si portjer, si golmona. Ata vinë me shutu penalat, shkat muj me mbrojmë, shkat muj në hinë goll, nuk kemi shka me bo. Do me thonë, momentin unë e mendoj, momentin kur hub durimi, edhe kur dush me kuptu, do me thonë, natyrën e punës për me u bo, në vajzës time i kom fol, do me thonë, i kom thonë, of shumë shtirë, nuk është bash lezet, s'podia i ki që drushmërin edhe durimin tem, edhe mande i mundësh me... Vajza e ka zgjedhur vetë? Po, vetë e ka zgjedhur. Kom qenë kundër bukur shumë, fatmirësisht ata 2 fëmijë tjerë që i kom, ata kanë lami tjera, po edhe është diçka interesant, në familjen tonë gjithë kanë qenë ekonomista. Prit parit ditë fundit. Në gjeneratën tjetër, tash kret janë në mjekësi. Do me thënë, kret jemi mjekësi. Kirurg abdominal, gastroenterolog, kirurg maksilofacial, neurolog, farmacist. A tash, gjenerata tjetër është të shku ka teknologjia informative, që mendoj që është një diversitet edhe vendosje e cokut të asoj gjenerate. E rëndësishme është që nuk ka një ultimatum se çka duhet të studiosh, sepse prindi, domethënë, është i atil, mirë po është një vetë dëshirë. Vetë dëshirë është, po. Dëshirë e secilit individ në familje që vendos vetë për veten e vet. Po. Duke e marrë dhe një ilustrim ose një idol në jetë, konkretisht në këtë rast, pas keni qenë një për vajzën tuaj. Po. Ajo, do me thonë, ka me muj kom bisedu, po e ka dëshiru stomatologjin, do me thonë, edhe këto do shta me e cek dishka me kirurgjin maksilofaciale në shtetet saktune të botës,
duhet me qenë kirurg maksilofacial duhesh me pas double degree, me kry mjekësinë edhe stomatologjinë. Na kemi kry fakultetin e mjekësisë seksioni stomatologjisë dhe kur kemi him provime nuk ka pas diferencë mes të sepse volumi është i njëjtë. Volumi i njëjtë ka qenë po. Edhe shtetet caktume e kam përbos stomatologjinë. Pse mendoj që është më mirë me pas stomatologjinë se mjekësinë e përgjithshme? Se një kirurg maksilofacial i cili mirët me nofulla duhet me ditë kafshimin edhe këto, nëse nuk është i njoftuar për kafshim edhe knea i gabon shumë, do me thënë bën asimetri të mëdha dhe defekte të mëdha. Për atë arsye mendoj që mas mirë t'jo me pas stomatologji në bazë, nëse kërkohet sipas legjislaturës diçka mjekësi të përgjithshme ato me kry ekstra edhe me vazhdu me specializim. Që është një specializim 5 vjeçar, edhe fatmirësisht kemi kontribu shumë, do me thonë me bo dhe kirurg maksilofacial tjerë se përpara ka pas shumë pak. Tash bile mendoj që ka hiperprodhim, po edhe tregu i jashtëm edhe ky mobiliteti doktorave që po lëvizin jashtë, mendoj që është pozitiv se gjithë edhe teknologjia moderne e bën që ju gjithmonë të jeni në hap me kohën. Po teknologjia dhe është interesant diçka me dal një inovacion ose një produkt. Do të kryeni një trajnim po, por e ke atë produkt ose atë aparat për 3-4 muaj në Kosovë. Shumë është interesant, do me thonë që Kosova përcjell në trend me kohën. Sidomos në United që i kemi të mbënd të gjitha kushtet për të kryer një intervenim në cilën do fush. Në cilën do fush, do me thonë janë edhe profesionalista, është interesant në United, po fatmirësisht kemi edhe gjeneratat e vjetra, edhe gjeneratat e reja, eksperienca, dija, përkushtimi, profesionaliteti kretion të edhe për që ato është emri i mirë United, do me thënë gjitha ato, edhe logo është me 4, gjitha me një vend inkorporohen edhe rezultati. Do t'jepni në një këshill qytetarëve për kujdesin e shtuar apo nëse përjetojnë ndonjë lëndim në fytyrën e tyre apo nëse kanë ndonjë dhimbje të lehtë që mos ta lënë për më gjatë, mirë po më njëherë të trokasin tek dera e një doktori e më pas të udhëzoheni. E kisha përmend, edhe këto ja teproj të përmend, thonjën e ish presidentit Kroacisë Stipe Mesiqi, ku ka thonë një shtet pa preventiv o shtet pa perspektiv. Çka nuk kupton kjo? Nuk na duhet kur gjo shteti me një popullat smut. Unë mendoj që sistemi shëndetësor në Kosovë nuk është i kushtu kujdes preventivës. Për shembull, shumë shpesh dëgjoj i kemi pas 1400 pacienta, kemi bo që kaq. Sa ma pak kemi pacienta dhe sa ma në QKK për foli edhe në United e në gjitha, sa ma pak aty kemi një popull më të shëndetshëm. Popull më të shëndetshëm. Tash e shoh do me thonë hiperprodhimin e stomatologëve e karjesin e kemi më të lartë. Kjo kallëzon që politikat shëndetësore duhen me ndryshu edhe duhet me shku ka preventiva. Qytetarëve ju kisha bo apel çdo simptom i cili zgjat disa ditë, çdo ndryshim në lëkurë që zgjat më shumë se 2 javë, çdo dhimbje, çdo mpirje me konsultu profesionistin e fushës, për arsye se edhe faza smundjes është në fillim, edhe rikuperimi është më i mirë, edhe kostoja është më e lirë, gjithçka do me thonë shkon më mirë, që thojnë e keqja zihet në fillim. Në qofse lihen këto neglizhone dhe mendoj që asnjë pacient apo smundje nuk fillon pa një shej, pa një simptom. Mundet me qenë krurja, edhe për regionit tjerë. Mundet me qenë pickimi, ajtja, ko paskoshme, ndryshimin lëkur. Gjitha këto do me thonë duhet me konsultu në fillim, mos mu frigu, sepse na jemi thirrur mas mirti me i trajtu këto raste edhe me përfundu me sukses. Doktor, falenderoj shumë që gjete kohën për të ardhur në podcastin ton. Faleminderit edhe për juve dhe për këtë iniciativë, se mendoj që shumë më rëndësi me pas podcast apo edhe emisione edukuse, për shkak se edhe popullata informohet e jo me pas disa emisione të cilat nuk kanë ndonjë rëndësi në jetë,
e thatë edhe ju shëndeti në rend parë, prioriteti më i madh në jetë është shëndeti. Gjithaj humbën nëse se ki shëndetin. Mundohemi përmes këtij podcasti që të informojmë, edukojmë, por mbi të gjitha të marrim përvoja personale të mjekëve, të cilët janë pjesë e një fushë shumë të rëndësishme dhe kanë takimin e parë drejt për drejt me pacientin, i cili ankohet, ka simptoma dhe ka nevojë shumë për ndihmën tuaj. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe juve, kënaqësi ishte për qenë prezent. Shikues të nderuar, ishte ky podcast i shëndetin e parë mbështetur nga United Hospital. Ne takojmë në podcastin e radhës nga Unelfia Bolletini. Mirëmbëngjes.